Le të futemi drejt për drejt në temë. Të gjithë e dim se kur mendojmë për historinë, mendja na shkon menjëherë tek ushtritë e mëdha dhe forca fizike. Por, e dini çfarë? Ndonjëherë, historia rishkruhet nga figura akritësisht të papritura. Në këtë shpjegim, po flasim për gra që përdorën armë shumë më të fuqishme se çdo shpatë e kohës së tyre. Besimin e palkundur dhe një mençuri të jashtëzakonshme. Pra, kjo na sjell te një pyetje thelbësore. Kush e ndryshon vërtet historinë? Seriozisht, kush e mban në dorë fatin e një kombi të tërë? Ne shpesh besojmë se ndryshimet monumentale kërkojnë fuqi ushtarake, por, siç do ta shohim, ndonjëherë mjafton vetëm një vendim, i marrë nga një person i vetëm, fiks në momentin e duhur. Seksioni i parë, Estera, besimi mbi frikën. Tani, le të ndalemi te një nga historitë më magjepse të një heroje thellësisht hezituese. Mbretëresha Estera u gjet papritur ballë për ballë me një kërcënim që rrezikonte të fshinte popullin e saj nga faqja e dheut. Paremendoni pak këtë situatë, sa po ishte lëshuar një dekret zyrtar totalisht i pakthyeshëm për të shkatruar plotësisht popullin hebreu. Është një krizë absolutisht të rëndë dhe koha po mbaronte tmerrsisht shpejt. Kuptohet që Estera hezitoi në fillim, frika e saj ishte thellësisht njerëzore. Çdo hap i gabuar në atë moment do të ishte fatal për të. Dhe pikërisht këtu vjen ai momenti i jashtëzakonshëm i qartësisë me këtë frazë hynore. Kush e di nëse nuk ke arritur në mbretëri pikërisht për një kohë si kjo? Është vërtet diçka që të lë pa fjalë, apo jo? Kjo tregon aq bukur peshën e momentit. Individët shpesh e gjejnë veten në pozita kyçe, jo thjesht nga rastësia, por për një mision jetik. Ishte një thirrje urgjente për të zgjuar guximin. Tani, mbajeni frymën për këtë frazë. Nëse duhet të vdes, le të vdes. Është një deklaratë shumë e rëndë. Është fikse sekonda kur siguria personale hidhet tej. Estera zgjodhi besimin në vend të mbijetesës së saj fizike. Ishte një dorëzim total para një thirrjeje shumë më të lartë. Pra, çfarë mësojmë nga e gjithë kjo? Guximi nuk do të thotë që nuk ndjen frikë. As pak, guximi i vërtet ishte kur ajo mori guximin të hynte e paftuar në oborin e mbretit, një veprim ky që dënohej drejt për drejt me vdekje, pavarësisht asaj frikës njerëzore që të ngrin gjakun. Seksioni i dytë, Debora, udhëheqja shpirtërore. Le të lëvizim tani në një periudhë tjetër, në një epokë trazirash dhe dobësie të thellë në Izrael, ku në skenë shfaqet një figurë me një dinamik krejt tjetër. Nëse Estera veproi në heshtje dhe me diplomaci, Debora ishte fikse kundërta. Ajo nuk qëndroi në hije duke vëzhguar krizën. Ajo e mori situatën në dorë, duke u ngritur me fuqi si profetesh, gjyqtare dhe madje lidere ushtarake, fjalërisht në vijen e parë për të sjellë drejtim aty ku kishte vetëm kaos. Ajo çfarë është vërtet tërheqëse këtu është se te leadershipi i Deborës nuk ka asnjë hapësirë për ego. Dhe shikoni se si ky autoritet i saj shpirtëror frymëzoi drejt për drejt komandantin Barak. Mandje jo vetëm atë, por një ushtri të tërë për të marshuar në betejë. Profecia se fitoria do të vinte përmes dorës së një gruaje tregoi se gatishmëria për të besuar verbon çdo pengesë dhe çon drejt fitores së sigurt. Le t'i krahasojmë pak leadershipet e tyre. Kemi nga njëra anë rrezikun e llogaritur diplomatik dhe tepër të fshehtë Esterës, dhe nga ana tjetër drejtimin autoritar tepër të hapur ushtarak të Deborës. Është një ndryshim stilesh si nata me ditën, apo ja? Por prap, ndikimi i tyre për kombin ishte po aq monumental. Seksioni i tretë, tiparet e përbashkëta. Tani, me që i pam të dy anët e monedhës, pyetja natyrale është, cilat ishin ato cilësitë përbashkëta që i bën të thyenin çdo barierë historike? Gjithçka bazohet në 4 shtyllat forta. Besimi i tyre absolut, guximi në mes të një krize vërtet paralizuese, ndikimi i tyre i pamatshëm tek njerëzit përreth dhe bindja e palëkundur ndaj një plani hynor. Këto vendime, në dukje personale, krijon val goditse që formësuan kombe të tëra. Dhe prisni se s'mbaron me kaq. Materialet tregojnë qartë se Estera dhe Debora nuk ishin përjashtime. Kemi gra si Maria, Hana apo Ruthi. Kjo tregon qartë dhe fjalërisht rrëzon idenë se gratë kishin thjesht role dytësore në prapasken. Ato ishin shtyllat qendrore që mbajtën e shtyn përpara historinë shpirtërore. Seksioni i fundit. Për një kohë si kjo, si i thon, le të vim nga e kaluara direkt e në ditët tona. Çfarë mund të mësojmë ne nga këto ngjarje? Këtu e kuptojmë që ky nuk është thjesht një mësim historie. Tregon se secili prej nesh ka një qëllim, një thirrje mjaft unike dhe mundësinë reale për të ndryshuar botën përreth nesh. Vendimet tona,
sa do të vogla ty duke në përditshmëri, ato fjalirisht lejnë një gjurmë që nuk mund të fshihet. Dhe ja ku qëndron sekreti i vërtet. Mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Ky mentalitet ndryshon totalisht rregullat e lojës, fshin çdo kufizim të krijuar nga frika njerëzore. Kjo ndodh sepse forca nuk kërkohet më brenda teje, por tërhiqet nga një burim vërtet i pashtershëm. Është një vërtet e madhe. Një person me besim bëhet pa diskutim një zë i fuqishëm i së vërtetës, bëhet një instrument i drejtësisë, një paqebërse fantastike dhe një dritë për gjeneratat. Ky guxim historik po vazhdon të formsojë mënyrën se si ne e ndërtojmë shoqërinë edhe sot. E po, ja ku jemi. Pam se si guximi shpirtëror rishkruaj plotësisht të shkuarën apo jo. Por pyetja thelbësore dhe vërtet provokuese për të mbyllur është kjo. Duke pasur parasysh këtë, si do ta formosoj besimi ynë sot, historinë e atyre brezave që ende nuk kanë lindur? Mendojeni pak këtë. Faleminderit që u bashkuat me ne për këtë shpjegim historik.